Kapitulli 4. Lop me ngjyra të ndryshme. Lopa ime ishte: nuk dua të filloj derisa të mos jem plotësisht i sigurt. Kjo lop më jepte qetësinë e rreme se po tregohesha i përgjegjshëm. Por, në të vërtetë, ajo më pengoi të realizoja shumë projekte, duke pritur gjithmonë momentin e duhur ose që të plotësoheshin të gjitha kushtet. Tani e kuptoj se nëse pres kushtet ideale për të bërë gjërat, nuk do të mund të nis pothuajse asnjë projekt. Kështu që kam mësuar të veproj. Daniel Mendoza, Argjentinë. Kohë më parë, një mik i vjetër, i cili ishte rritur në një fermë në pjesën perëndimore të shtetit të Pensilvanisë, ndau me mua për shkrimin më të qartë dhe më të saktë që kam dëgjuar ndonjëherë. Arsyen se përse shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për justifikimet e tyre. Me një gjuhë të thjeshtë, tipike për një fermer, ai më tha: Camilo, problemi është se terrat nuk e dinë që bëjnë herë të keqe. Supozoj se as lopët nuk e dinë. Mendoj se vëzhgimi i tij nuk kërkon shpjegime të tjera. Her pas here, dikush më afrohet gjatë ndonjërit prej prezantimeve të mia dhe me shumë entuziazëm dhe një buzëqeshje të gjerë më thot: Doktor Cruz, kam menduar rreth asaj që sapo thatë dhe kam arritur në përfundimin se unë nuk kam asnjë lop. Sa herë që e dëgjoj këtë, më kujtohet thënia e mikut tim fermer dhe vazhdoj të ndaj disa ide me këtë person për të siguruar që nuk i ka mbetur ndonjë lop e fshehur diku në ndonjë cep të largët të mendjes së tij. Kjo është pikërisht ajo që dua të bëj në këtë kapitull. Dua të ndaj me ju disa nga lopët më të zakonshme që njerëzit e tjerë i kanë ndarë me mua. Nuk po i përmend që ti adoptosh, sepse me siguri ke mjaftueshëm të tuat. Qëllimi im është që ti të mësosh t'i njohësh dhe t'i shmangësh ato, dhe që këta shembuj të ndihmojnë të identifikosh lopët e tua, në mënyrë që të mund të çlirohesh prej tyre. Siç do ta shohësh në vijim, lopët vijnë në një shumëllojshmëri ngjyra. 1. Lopët e shprehjes unë jam mirë. Unë jam mirë, ka të tjerë që janë në kushte më të këqija. E urrej punën time, por duhet të jem mirënjohës, që të paktën kam diçka. Ndoshta nuk kam martesën më të mirë në botë, por të paktën nuk zihemi çdo ditë. Ndoshta nuk kemi shumë, por të paktën nuk vuajmë nga uria. Mezi e kalova kursin, por të paktën nuk mbeta. Ndoshta është koha që të pranoj se nuk jam aq inteligjent sa disa të tjerë. Rreziku i madh i lopës se unë jam mirë është se njerëzit që mendojnë se janë mirë dhe ndihen rehat dhe të kënaqur me këtë gjendje, nuk shohin asnjë arsye për të përmirësuar jetën e tyre. Megjithatë, kujtoj idenë e përmendur në kapitullin e mëparshëm. Armiku i jashtëzakonshmes është e mira. Kur gjen një justifikim që mbështet mesataritetin tënd, përfundon duke pranuar kushte jetese që ndoshta nuk do t'i kishe toleruar kurrë nëse nuk do ta kisha atë justifikim. Për Laura Dante, që jeton në Shtetet e Bashkuara, lopa e saj ishte: nuk mund ta lë këtë punë dhe të filloj sërish gjithçka nga e para, duke rrezikuar që të mos gjej asgjë më të mirë. Sipas saj, kjo frikë e mbante atë të lidhur pas një pune mediokre, plot me probleme dhe rreziqe për shëndetin e saj fizik dhe mendor. Më e keqja e të gjithëve ishte se, pas 10 vitesh në atë kompani, ajo kishte filluar të pranonte se ndoshta ajo punë do të ishte e ardhmja e saj për pjesën tjetër të ditëve të saj. Kur kuptova se frika ishte lopa ime, thot Laura, u binda se puna që kisha ishte kthyer në një pengesë për jetën time, e cila nuk më lejonte të eksploroja horizonte të reja. Prandaj,
vendosa të jap dërheqjen. E dija se nëse nuk do ta bëja këtë, do të mbetesha e bllokuar në këtë rrugë pa dalje dhe do të mbetesha për të gjithë jetën. Nuk ishte e lehtë që të merrja vendimin. Nuk isha as 100% e sigurt se ishte mënyra më e mirë për të vepruar. Por, pavarësisht të gjithave, dash dërheqjen. Tani jam një person i lumtur. Jam mirë fizikisht. Mendërisht jam e qetë dhe stresi që vuaja është dukur pothuajse plotësisht. Por gjëja më interesante dhe më e rëndësishme nga të gjitha është se kam mundur të kuptoj se frikrat e mia nuk kishin asnjë bazë. Kam pasur oferta më të mira pune dhe madje kam arritur të bëja edhe një muaj pushime, gjë që nuk e kisha bërë prej shumë kohësh nga frika se do të kisha probleme ekonomike. Historia e Laurës është një shembull se si një lopë e vetme mund të gjenerojë një sër të tërë emocionesh negative që mund të të paralizojnë dhe të sabotojnë jetën tënde. Megjithatë, lajmi i mirë dhe ndoshta një nga mësimet më të rëndësishme dhe më domethënëse është të dish se kur të lirohesh nga lopët e tua, nuk arrin të korrësh vetëm një rezultat pozitiv, por arrin të korrësh rezultate të shumta dhe jo vetëm pozitive, por edhe shumë të dobishme për jetën tënde. 2. Lopët e tipit. Faji nuk është imi. Problemi im më i madh është mungesa e mbështetjes nga ana e bashkëshortit tim. Nëse prindit e mi nuk do të ishin divorcuar, ndoshta nuk do të kisha zhvilluar kaq shumë komplekse. Problemi im është se gruaja ime është shumë negative. Në këtë vend nuk kam mbështetje për sipërmarrësit. Unë kam qëllime të mira, por me këtë ekonomi nuk kam se çfarë të bëj. Ajo që ndodh është se nuk pata një mësues që të më motivonte për të ecur përpara. Lopa që e pengonte më shumë Luis Fernando Venagis, një ish sipërmarrës i ri kolumbian, ishte ideja se i duhej mbështetja e pakushtëzuar e familjes së tij për të ecur përpara dhe për të arritur sukses. Ndihem sikur gjatë gjithë jetës sime jam nënshtruar vullnetit të prindërve, të afërmve dhe të miqve të mi, thot Luis Fernando, duke ju referuar faktit se shumë nga lopët e tij ishin dhurata nga njerëz të tjerë. Sa herë që doja të nisja një projekt, isha i sigurt se do të merrja kritika, këshilla dhe sugjerime nga këta ekspert. Mos u bëj budalla. Si do ta lësh atë punë për të provuar diçka të re? Mos u bëj mosmirnjohës. Mendo për të gjithë ata njerëz që janë të papunë. Si do t'i mbash fëmijët e tu? Çfarë ti për biznesin? Është më mirë një punë e mërzitshme se sa të mos kesh punë fare. A imagjinoni të merrni të gjitha këtë lopë në mënyrë të vazhdueshme? Unë gjithmonë kisha ndërruar biznesin tim. Por, sikur të mos mjaftonin të gjitha lopët që merrja nga rreti im, kisha dhe një situatë e cila mund të kishte qenë pengesa më e madhe e të gjithave. Kisha një punë të pranueshme, e cila më siguronte stabilitet, një pak të mirë dhe një shef i jashtëzakonisht të mirë. Pra, një lopë të madhe. Megjithatë, aspiratat e mia ishin shumë të mëdha se sa ajo që mund të më ofronte ajo punë. Kështu që e vrava lopën time dhe u hodha për të krijuar kompaninë time, duke mbyllur veshët ndaj kritikave të tjerëve. Sot, pas 6 muajsh, çdo gjë ka dalë më mirë nga sa i kisha parashikuar. Deri në atë pikë sa shumë nga po ata miq, të cilët donin të më shkurajonin nga nisja e kësaj aventure, tani më inkurajojnë të ecë përpara. Supozoj se ka gjëra në jetë të cilat nuk do t'i zbulosh kurrë nëse nuk merr përsipër disa rreziqe. 3. Lopët e besimeve të rreme. Duke qenë se babai im ishte alkolist, me siguri edhe unë ashtu do të përfundoj. Nuk dua të kem shumë para, sepse paraja të korrupton. Sa më shumë të kesh, aq më shumë
je sklav i asaj që ke. Duke qenë se nuk munda të shkoj në universitet, me siguri nuk do të arrish shumë në jetë. Këto priren të jenë lopë shumë të rrezikshme. Arsyeja është e thjeshtë. Besimet e rreme janë gënjeshtra të cilat për një arsye apo për një tjetër i kemi pranuar si të vërteta. Pas suksesit të madh të filmit të tij Rocky, gjatë një interviste, aktorin Sylvester Stallone e pyetën rreth një fraze të veçantë në film. Në këtë skenë, Rocky thotë: "Babai im, që në të vërtetë nuk ishte një njeri shumë i mençur, gjithmonë më thoshte: pasi Zoti nuk të dha shumë tru, do të duhet të mësosh të përdorësh pjesën tjetër të trupit tënd." Stallone, i cili shkroi skenarin e filmit, tregon se në jetën e tij kjo ishte diçka që e kishte dëgjuar nga jati shumë herë dhe se për shumë vite e kishte penguar që të shihte potencialin e tij të vërtet. Ai tregon se filloi të triumfonte vetëm kur arriti të çlirohej nga ky besim kufizues dhe kur filloi të besonte tek vetja e tij. Çuditërisht, në po atë skenë, Adriana, bashkëshortja e tij e ardhshme në film, i përgjigjet: "Mamaja ime më thoshte të kundërtën. Pasi Zoti nuk të dha shumë trup, do të duhet të përdorësh trurin. Të besosh tek vetja nuk është gjë tjetër veçse të ndërgjegjësohesh dhe të kuptosh potencialin tënd të vërtet. Ta kërkosh, ta pranosh dhe të fillosh ta përdorësh atë. Kjo është pikërisht ajo që unë shpresoj që ti të bësh duke lexuar këtë libër. Nëse besimet e rreme i lejojmë që të zhvillohen pa u ndalur për të shqyrtuar nëse janë të vërteta apo jo, ato do të na dënojnë me një jetë mediokre. A keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen se çdo njeri tërheq në jetën e tij atë që meriton? Për Roxana Reyes, një vajzë e re nga Costa Rica, kjo ide ishte një torturë e vazhdueshme. Ajo refuzonte të besonte se meritonte trajtimin që merrte nga partneri i saj. Kur lexova se lopët nuk janë njerëz, mendova se rasti im ishte përjashtimi i vetëm. Isha në një lidhje me partnerin tim prej më pak se një viti. Por qëndrimi i tij negativ po më shkaktonte një dëm të madh. Vetëvlerësimi im ishte i ulët në atë periudhë. Më në fund, kuptova se lopë e vërtet ishte që të besoja se isha e dënuar të mbetesha në këtë lidhje. Kështu që vendosa të jepja fund dhe të ecja përpara. Kam vendosur të mos mjaftohem kurrë më me më pak nga ajo që besoj se meritoj. 4. Lopët që kërkojnë të justifikojnë të parsyetueshmen. Do të doja të bëja më shumë ushtrime, por fatkeqësisht nuk ka një palestër pranë vendit ku jetoj. Nuk dua të filloj asgjë të re derisa të jem plotësisht i sigurt se mund të jap 100%. Do të doja të lexoja më shumë, por nuk kam kohë. Nuk kam dashur të filloj derisa të di gjithçka në mënyrë të përsosur. José Miquel Rodriguez e konsideron veten një person perfeksionist. Nga ana ime, gjithmonë kam besuar se perfeksionizmi është një nga lopët më të këqija që ekziston. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Kjo është një nga ato lopë të cilat vijnë të maskuara si virtyt. Gjë që e bën që të duket më shumë si një dhuratë sesa si një zakon i keq. Dëgjo se si tingëllon lopa e perfeksionizmit. Nëse ja vlen të bëj diçka, ja vlen ta bëj mirë, ose të mos e bëj fare, sepse ky është lloji personit që unë jam. Kush do ta kundërshtonte këtë? Përkundrazi, kjo shprehje tingëllon si përgjegjësi, tingëllon si përkushtim dhe si ekselencë. Megjithatë, e vërteta është
se kjo kthehet në një justifikim që na kufizon dhe na paralizon, pasi kur nuk duket se jemi plotësisht të përgatitur. Mënyra e vetme për të bërë diçka mirë është që të guxosh ta fillosh edhe atëherë kur nuk e bën shumë mirë. Me fjalë të tjera, thënia e vërtet duhet të jetë: nëse ja vlen të bëhet dobët derisa të mësojmë ta bëjmë mirë. Por duhet filluar që tani. Filloni me atë që keni sot. Por dëgjo se si tingëllonte lopa e Jose Miguelit në fjalët e tij. Gjithmonë kërkoj cilësi në çdo gjë. Në gjërat që blej, në shërbimet që kontraktoj dhe në sjelljen e njerëzve me të tjerët. Edhe personi ndaj të cilit jam kërkues dhe më i rreth është vetja ime. Natyrisht, thekson Jose Miguel. Unë e shtrija këtë kërkesë edhe tek gruaja dhe tek fëmijët e mi. Një periudhë arrita t'i bëja aq shumë presion djalit tim që të bënte çdo gjë në mënyrë të përsosur, saqë e gjeja veten duke e qortuar, duke e kritikuar dhe duke i vënë në dukje vazhdimisht gabimet e tij. Është e tepërt të thuhet se kjo filloi të ndikonte në marrëdhënien tonë, pasi unë e mbaja atë në një gjendje të vazhdueshme stresi. Më në fund, sot kam kuptuar se nuk kam nevojë për lopën e perfeksionizmit që fëmijët e mi të kuptojnë rëndësinë e të bërit çdo gjë me ekselencë. Ata kanë filluar të mësojnë vetë se nuk duhet të mjaftohen kurrë me medikritetin. Dhe ky është mësimi më i madh nga të gjithë. 5. Lopët e paaftësisë. Ndodh që unë kurrë nuk kam qenë i mirë për këtë. Me siguri, suksesi nuk është për të gjithë. Fatkeqësisht, trashëgimia ime gjenetike është shkaku i peshës sime. Nuk mund të bëj asgjë. Atë që njeriu nuk e mësoi kur ishte i vogël, është shumë e vështirë ta mësoj kur të rritet. Problemi im është se jam shumë i turpshëm. Mendoj se është çështje familjare, sepse dhe nëna ime ishte e tillë. Shumica dormuese e kufizimeve që besojmë se kemi janë ide absurde rreth aftësive tona. Një nga dëshmitë e parë të suksesit që mora pas botimit të edicionit të parë të këtij libri ishte nga Rodrigo, një i ri nga Argentina, i cili më shkroi për të ndarë me mua historinë e tij personale të suksesit. Mbase lopa e tij mund të mos duket shumë domethënëse dhe rëndësishme për dikë që po përpiqet të kapërcejë dhe të mposhtë një varësi, ose për dikë që po përpiqet të largohet nga një marrëdhënie abuzive. Por unë dua ta ndaj, sepse është një shembull i shkëlqyer i asaj që mund të ndodh atëherë kur lejojmë që lopa e paaftësisë ose lopa e pafuqisë të marrë kontrollin e jetës sonë. Lopa e Rodrigos ishte: jam një kërcimtar i tmerrshëm. Sipas tij, kërcimi nuk ishte një nga aftësitë e tij natyrore. Pasi lexova librin, kuptova se nëse nuk do të bëja asgjë, aftësitë e mia në kërcim nuk do të përmirësoheshin kurrë. Kështu që mora vendimin të regjistrohesha në një kurs kërcimi. Zgjodha salsa, një ritëm krejtësisht i ri për mua. Duhet ta pranoj se orët e para ishin mjaft të sikletshme dhe të vështira. Më mori pak kohë që të filloja të lëvizja lirshëm. Por sapo e bëra këtë, fillova ta shijoj këtë aktivitet më shumë se sa kisha menduar ndonjëherë. Tani besoj se jam një kërcimtar i mirë. Mos pranoni asnjë kufizim pa e vënë atë në dyshim. Në një rast, po flisem me një grup të rinj rreth kësaj teme, edhe për t'u siguruar që ideja të ishte plotësisht e qartë dhe të ishte plotësisht e kuptueshme, pyeta njërin prej tyre se sa ishte i mirë në gjuajtjet e linjës së lirë në basketboll. Pa u menduar fare, ai u përgjigj: Jo, unë nuk jam i mirë në basketboll. A ke luajtur ndonjëherë? E pyeta. Jo, asnjëherë. Atëherë, nga e di që nuk je i mirë për këtë? Ndoshta
ke një aftësi të lindur, ose mund të jetë shumë më i lehtë nga se sa e mendon. Të gjithë e kuptuan idenë. Ti nuk mund të supozosh se nuk je i mirë për të bërë diçka thjesht sepse nuk e ke provuar. E vetmja mënyrë se si mund të mësojmë dhe të fitojmë përvojë është duke vepruar dhe duke i bërë gjërat. E vetmja mënyrë për të vrarë lopën e paaftësisë është që të veprosh. Shndërrohu dhe bëhu një person veprues. Kur po shkruaja këtë pjesë dhe po mendoja për Rodrigon dhe për aftësitë e tij të dobta në kërcim, ose për të riun që nuk kishte shumë besim në aftësitë e tij në basketbol, ndesha në një fjalë të urtë angleze që besoj se ishte rrënja e shumë pritpritshmërive të ulta. Përkundër cinizmit të tij, kjo fjalë e urtë angleze na lejon që të shohim se si mendojnë njerëzit që nuk janë të gatshëm të ndërmarrin rreziqe dhe që lejojnë që lopët e paaftësisë t'i verbojnë përballë potencialit të tyre. Shprehja thotë: është më mirë të rish i heshtur dhe t'i lësh të tjerët të mendojnë se je budalla, sesa të flasësh dhe të heqësh çdo dyshim rreth kësaj. Ajo që është tragjike rreth kësaj ideje, natyrisht, është se ajo supozon që nuk kemi asnjë talent, që asgjë e mirë nuk do të rezultojë nga përpjekja, dhe se vetmja gjë që do të arrijmë është që të bëhemi qesharak dhe të dukemi keq përpara të tjerëve. Kjo ishte ajo që nuk e lejonte Rodrigon të vepronte, derisa më në fund vendosi të hiqte qafe lopën e tij dhe të thoshte: po pse jo? 6. Lopët filozofike. E rëndësishme nuk është të fitosh, por të konkurrosh. Nëse Zoti do që të kem sukses, ai do të më tregoj rrugën. Duhet të pres me durim. E çfarë mund të bëj? Disa lindin me fat të mirë, të tjerët lindin të pafat. Problemi në këtë kompani është se nuk ka rëndësi se çfarë di, por rëndësi ka se kë njeh. Dhe unë di shumë, por nuk njoh askënd. I pasuri gjithmonë bëhet i pasur, dhe i varfëri gjithmonë më i varfër. Unë i quaj lopë filozofike sepse janë një shembull jashtëzakonshëm i përpjekjes aq të madhe të qenit qenie njerëzore, që ne qenjet njerëzore bëjmë për t'u siguruar që justifikimet tona të mos tingëllojnë shumë si justifikime. Njoh një person që përdor vazhdimisht lopën e famshme. Problemi në këtë kompani është se nuk ka rëndësi se çfarë di, por se kë njeh. Ai e përdor shpesh këtë justifikim për të arsyetuar se pse nuk është ngritur shpejt në detyrë. Edhe kjo ide nuk e lejon atë që të shohë se mbase arsyeja e vërtetë që ai nuk është ngritur shpejt në detyrë është se ai nuk shqetësohet për t'i mbajtur njohuritë e tij profesionale të përditësuara, ose se kurrë nuk e merr iniciativën për të bërë diçka që është jashtë detyrës së tij, ose se është gjithmonë i pari që largohet nga zyra çdo pasdite. Për të, ngecja e tij profesionale është rezultati i të mosnjohurit të personave të duhur në kompaninë e tij dhe i mungesës së një mentorimi që ta ndihmonte të ngjitej më lart. Për një vajzë të re nga Salvatori, Carla Evelyn Ceballos Sanchez, lopa e saj ishte: e rëndësishme nuk është të fitosh apo të humbasësh, por e rëndësishme është të konkurrosh. Dhe nuk i dukej një filozofi e keqe e jetës. Por e vërteta është se, nëse nuk e shqyrton me kujdes, kjo lopë ka tipare fisnike. Megjithatë, a imagjinoni pasojat e bartjes së saj? Si mund të mësosh ta përdorësh potencialin tënd në maksimum nëse mendon se nuk ka ndonjë ndryshim të madh midis fitores apo humbjes? Në një nga seminaret e mi, një person arriti të më kritikonte për faktin se unë i kushtoja shumë rëndësi suksesit. Në atë rast, më kujtohet se kam pyetur audiencën: nëse në të vërtet nuk është e rëndësishme të fitosh apo të humbasësh, sa për jush do t'u vinte keq
po që se do të humbistit në lojën e jetës? Natyrisht, askush nuk e ngriti dorën. Nëse gjithçka që po humbasim është një lojë shahu, ndoshta nuk ka shumë rëndësi. Por, kur në lojë janë ëndrat dhe lumturia jon, nuk besoj se duhet ta pranojmë kaq qetësisht mundësinë e humbjes. Problemi më i madh me këtë lloj shprehje është se sapo i pranojmë në ndonjë fushë të jetës son, shpejt priremi t'i adoptojmë edhe në fusha të tjera. Përveç kësaj, përpara se të nxitojmë të adoptojmë një parim të ri, duhet të shqyrtojmë burimin. Kush mendoni se ishte personi i parë që e përdori këtë shprehje? Supozoj se ishte një humbës. Atëherë, pas një dyshim, kjo ide është një monument i mediokritetit. A dashur, Karla kishte rënë viktimë një lope që i jepte ngushëllimin e të diturit se merita e vërtet ishte që të kishte tentuar diçka. Gjë që, si të shkruan ajo vetë, kufizonte përpjekjen e shpirtit të saj luftarak. Sot, Karla e ka vrarë lopën e saj të konformizimit. Kur rezultatet nuk janë ato që ajo pret, ajo provon përsëri, ndryshon strategji, kërkon ndihmë ose bën gjithçka që është e nevojshme për të arritur objektivat që i ka vënë jetës. Bravo. 7. Lopët e vetmashtrimit. Ditën që të vendos të lë duhanin, e lë pas një problem. Problemi është se nuk kam dashur që ta bëj. Nuk është se më pëlqen që të lë gjithçka për minutin e fundit. Thjesht punoj më mirë në presion. Nuk jam i shëndosh. Thjesht kam konstrukt të plodhe të gjerë. Nuk është se abuzoj fizikisht fëmijët e mi. Ajo që ndodh është se në ditët e sotme duhet të kesh dorë të fortë për t'i rritur mirë dhe për t'i rritur ashtu siç duhet. Çfarë alkolizimi? Janë vetëm disa gota her pas here. A gjeni një emërues apo një pikë të përbashkët mes të gjithë këtyre shprehjeve? Të gjitha ato janë mënyra për të mashtruar veten, duke na bërë të besojmë se nuk kemi asnjë problem, ose nëse kemi, është diçka e vogël, ose diçka që është jashtë kontrollit ton. Shumica e këtyre justifikimeve janë të lidhura me paaftësinë tonë për të hequr dorë nga zakonet e këqija, si për shembull, pirja e duhanit, alkolizimi, varësia ndaj drogës ose ngrënia e tepërt. Nga Meksika, Carmen Martinez na tregon se si për të problemi ishte mbi pesha. Për t'u shmangur këtij realiteti, Carmen kishte shpikur një sër të tërë lopësh që ndihmonin që të mos ndjej aq keq. Unë nuk jam një person obez, kam vetëm pak më shumë kilogram. Kjo është gjenetike. Çfarë mund të bëj nëse vi nga një familje e shëndosh? Kështu që kjo është tendenca dhe konstrukti i trupit tim. Megjithatë, asnjë nga këto justifikime nuk arrinte ta bënte atë që të ndihej mirë. Carmen e kuptoi se për sa kohë që do të kishte diçka ose dikë për të fajsuar për mbi peshën e saj, nuk do t'i humbte kurrë kilogramet e nevojshëm për të ndier mirë dhe për të gëzuar një gjendje të mirë fizike. Prandaj, vendosi që të veproj. Vendosa që të eliminoj atë lopë përgjithmonë. Dhe sot po merrem me notë dhe me gjimnastikë ujore. Gjithashtu, po ha në mënyrë të ekuilibruar dhe e di që do t'i arrij qëllimin tim. Ndihem më mirë fizikisht dhe e di që së shpejti do të dukem ashtu siç dua. Fantastike. Lopët sipas dëshirës. Gjatë gjithë librit kam ndarë disa nga më shumë se 10.000 histori që kemi marrë nga njerëz të cilët më në fund i eliminuan lopët e tyre. Ata dëshironin që përvoja e tyre personale të shërbente si shembull për të tjerët, dhe për këtë dhanë leje që historitë e tyre të publikohen me emrat dhe vendet e origjinës së tyre. Megjithatë, shumë të tjerë preferuan të mbeteshin anonim, por gjithsesi
dëshironin që vendimi i tyre për të vrarë lopët e tyre të shërbente si frymëzim për njerëzit e tjerë. Prandaj, kam dashur ta përfundoj këtë kapitull duke ndarë edhe disa lopë të tjera të dërguara nga latinoamerikan që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës. Lopë që u asgjësuan si rezultat i leximit të kësaj metafore. Shpresoj që këto histori t'ju motivojnë që të hiqni qafe lopët tuaja personale dhe të jetoni një jetë të lirë nga kufizimet. Lopë meksikane. Unë mbaja mbi supe lopën e tmerrshme të shprehjes. Nuk meritoj të kem asgjë. Një lopë që kisha trashëguar nga nëna ime. Nëna ime lindi e varfër. Jetoi e varfër dhe gjithmonë do të jetë e varfër. Baba im, përkundrazi, lindi i varfër, por arriti shumë. Gjë që siç pritej, krijoi gjithmonë konflikte mes tyre. Vëllezërit e mi dhe unë u rritëm duke menduar se gjëja më e mirë ishte që të mos aspironim të kishim shumë. Këtë vit, pasi vrava lopën e varfërisë, bleva një makinë, mora një kredi për të blerë një shtëpi të re dhe po konsideroj fillimin e një biznesi. Më tmerron mendimi se kjo lopë mund të më kishte mbajtur të lidhur me varfëri gjatë gjithë jetës sime. Lopë spanjolle. Nuk e di se për çfarë arsye, por gjithmonë kam besuar se fati ishte diçka që i ndodhte një personi dhe mbi të cilin nuk kisha asnjë kontroll. Pas leximit të kësaj historie, kuptova se unë jam zot i fatit tim dhe unë kam aftësinë që të zgjedh në çdo moment. Kjo më ka lejuar që të jem më tolerant në marrëdhëniet personale, të shijoj plotësisht të tashmen time dhe të përballoj të ardhmen me një vizion më optimist. Lopë amerikane. Lopa ime ishte pozicioni im i mirë në punë. Një punë që mund të më kishte zili kushdo. Por çuditërisht nuk ndjeja më entuziazëm për punën time. Dhe për gjatë një viti të gjatë mbajta lopët e më poshtme. Por nëse kjo është puna më e mirë, çfarë mund të dëshiroj më shumë? Megjithatë, asgjë nga këto nuk më plotësonte dhe çdo herë ndihesha më bosh nga brenda. Një ditë, e lodhur duke mbajtur këtë lopë, vendosa të jap tërheqje nga puna ime dhe të filloj studimet parauniversitare, diçka që gjithmonë kisha ndërruar ta bëja. Dhe sot po mësoj anglisht dhe kam përpara një të ardhme plot mundësi. Dhe natyrisht, kujdesem që të vazhdoj të eliminoj lopët e tjera të cilat shfaqen gjatë rrugës. Lopa japoneze. Jam një e huaj që jetoj në një vend të huaj për mua. Një nga pengesat e mia më të mëdha ka qenë se nuk kam zotëruar gjuhën. Disa njerëz rreth meje më thonë se është shumë vonë për ta mësuar dhe se duke pasur parasysh këtë kufizim, më e mira është që të bëj çdo lloj pune që të mundem për të mbijetuar. Pas leximit të librit, kuptova se e kisha pranuar këtë lopë për të mos kundërshtuar familjarët e mi dhe për të shmangur problemet me ta. Historia e këtij libri është një perl e cila më ka ndihmuar që të reflektoj shumë mbi atë se si të nxjerr personin që jam në të vërtetë. Lopa portorikane. Çuditërisht, lopa ime ishte alkolizimi i babait tim. Në të vërtetë nuk ishte imja. Mund të themi se ishte një lopë e adoptuar. Megjithatë, ky vesi i babait më bëri që të rritesha me shumë komplekse. Gjithmonë e fajsoja atë për dështimet e mia. Fatmirësisht, kuptova në kohë që i vetmi përgjegjës për jetën time jam unë. Vendosa ta marr këtë përgjegjësi, të ndalem së kërkuari fajtorët për rënjet e mia dhe të ndjek qëllimet e mia duke vrarë atë lopë. Lopa ekuadoriane. Unë isha nga ata njerëz që thoshin: duhani nuk më bën të varur. Unë këtë zakon të keq mund ta lë kur të dua. Puna
është se nuk e ka marrë akoma vendimin për ta lënë. Kjo është e gjitha. Kjo ishte lopa ime. Por nuk ishte kështu. E vërteta është se çdo ditë gjeja një justifikim për të mos e bërë. Pasi lexova këtë histori, kuptova se lopa e vetë mashtrimit po më jepte idenë e rreme se kisha kontroll. Fatmirësisht, gjeta forcën e nevojshme për ta lënë këtë varësi. Dhe tashmë kam disa muaj pa e pirë duhanin. Lopa venezueliane. Lopa e mungesës së kohës është padyshim një nga më të zakonshmet. Çdo herë që duhet të bëja diçka të rëndësishme dhe nuk e bëja, thosha se ishte për shkak të mungesës së kohës. Kjo lopë më vodhi një numër të madh mundësish që më ikën nga duart. E vrava lopën time duke mësuar të planifikoj dhe të organizoj mirë ditën time. Në këtë mënyrë, realizoj gjithçka që dëshiroj dhe gjithçka që kam nevojë të bëj. Si rezultat i këtij vendimi, sot gëzoj paqen e brendshme dhe qetësinë e brendshme, duke e ditur se kam kryer ato aktivitete prioritare në jetën time. Lopa kolumbiane. Lopa ime ishte shumë specifike. Unë nuk jam e mirë për shitje. Jam inxhiniere. Këtë kam studiuar dhe kjo është ajo që kam bërë gjithmonë. Kjo lopë nuk ishte qenë ndonjë problem i madh në jetën time derisa mu dha një mundësi e shkëlqyer në departamentin e shitjeve të kompanisë ku punoja. Megjithatë, bisedova me menaxherin e kompanisë dhe i bëra të ditur se isha e gatshme që të mësoja çdo gjë që duhej. Edhe pse pa eksperiencë në fushën komerciale, e pranova sfidën e këtij pozicioni të ri. Sot, jo vetëm që kam zbuluar se jam e shkëlqyer për shitje, por besoj se kam gjetur thirrjen time të vërtetë. Kujto se vetmja gjë që kanë të përbashkët të gjitha lopët, të cilave u jemi referuar në këtë kapitull, është se ato përvetsojnë konformizimin dhe të mbajnë të lidhur pas një jete mediokriteti. Vrasja e lopëve të tua fillon me eliminimin e të gjitha këtyre shprehjeve nga fjalori yt. Dhe të jesh i sigurt. Mbi këtë, ti ke kontroll absolut. Vendimi është i yti.